Atëherë për takimin e radhës dihet që do të jetë zgjedhja Vedati, edhe jo vetëm se kisha sfidën, po unë gjithsesi vetë do ta kisha zgjedhur Vedati, po nëse le ti bëhet shefi. Mirë po, realisht sfida tani është për Vedatin. Kush e kupton, e kupton. Zgjedhja e Olbës megjithëse ka hub bastin, dihet që normal veç mua kam më zgjedh. Po kësaj here ndoshta mas këtë situatës në studio, mendoj që edhe mos të ishte bast, dhe të më zgjedhte mua se i kena edhe disa sqarime, disa keqkuptime, edhe mendoj që në takimin e radhës o do të stabilizojmë krejt, o nuk do të stabilizojmë krejt. Po unë, prap, një befasi ja u rezervoj. Shihemi.